dhe falenderoj të gjithë ju që jeni të pranishëm sot në këtë takim të cilin e konsideroj shumë të rëndësishëm, të mbledhur në një moment do të thosha përcaktues për të ardhmen e vendit dhe të shoqërisë tonë. Falenderoj me mirënjohje të gjithë përfaqësuesit e shoqërisë civile të pranishëm në këtë takim, përfaqësuesit e forcave politike dhe shpreh bindjen se konkluzioni apo përfundimi i këtij takimit me një front të përbashkët në këto kohë kritike që kalon Shqipëria është përgjigja më e duhur, është përgjegjësia më e vërtet që ne marrim në këto momente para vendit dhe kombit tonë. Të nderuar të pranishëm, sot Shqipëria, vendi ynë i dashur, vlerësohet si një rrezik, si një narkoshtet, rrezik për Europën. Rrezik për Europën. Ky narkoshtet u krijua nga qeveria aktuale dhe Edi Rama për qëllimet më ugurzeza ndaj Shqipërisë dhe shqiptarëve. Qytetarë shqiptar përjetojnë një narkodiktaturë. Ato diktojnë rezultatin e zgjedhjeve. Kanë futur në parlamentin aktual 28 deputet me listë. Ato marrin çdo vendim, emërojnë çdo ministër. Ju rikujtoj këtu se Ergjys Agasi për llogari të bandave dhe të tij ka larguar nga detyra 3 ministra të brendshëm. Kush ishte Ergjys Agasi? Njeriu më i afërt në çdo aspekt i Edi Ramës. Njeriu që mirë të pengje për Edi Ramën dhe që organizon të sjell peng edhe Arben Ahmetajn për shkak të denoncimeve që i bën ai nga Lugano. Ju e ndëgjuat nofta. Autopsinë që i bëri mbrëm ish zëvendës kryeministri, i cili ka burimet, por ka guximin e madh t'i bëj publik ato. Se ato që i denoncoi ai, i din shumë të tjerë zyrtar. Ju e ndëgjuat se si karteli Troplini ka zonën e lirë ekonomike. Shkoni në Xhavzotaj po të doni. Xhavzotat janë domen, janë zotrim i Troplinëve. As miza zlviz dot aty pa Troplinët. Dhe ky ka zgjedh Duranen. Pa kufi fare, pa asnjë lloj kufi, sa të duan Troplinët. Për të çuar ndërmarrjet pa taksa të cilat do i paguën taksa Troplinëve.